Gjykata kushtetuese vendosi sot që të rikthejë edhe një herë në detyrë zëvendëskryeministren Belinda Balluku. Për të folur mbi këtë vendim të gjykatës kushtetuese kam të ftuar në një lidhje direkte avokatin Franc Nuri. Zoti Nuri, faleminderit shumë për intervistën. Faleminderit ju për ftesën. Avokat, si e shikoni këtë vendim të gjykatës kushtetuese? Është një vendim, do të thosha, i vështirë për të komentuar dhe mendoj që ka qenë një vendimarrje tepër e vështirë edhe nga ana e vetë gjyqtarëve për të marrë një vendim i tillë. Vetë shumica 5 gjyqtarë në favor të kësaj vendimarrje kundër 3, pra 5-3, një shumicë e thjesht prej vetëm një votë diferencë që mund të bënte këtë lloj vendimarrje, tregon që ka patur në vlerësimin dhe gjykimin tim presione të ushtruara direkt apo indirekt ndaj gjykatës, sepse unë e shoh një vendim që e sposton jurisprudencën e mëparshme që ka pasur gjykata kushtetuese për të tilla çështje, kur flasim për politikanë të nivelit lart, të cilët janë në nënhetim nga SPAKu. Mjafton ta krahasojmë edhe me çka ka ndodhur me liderët e opozitës që kanë pasur akuza nga SPAKu dhe nga gjykata e posaçme, ku janë kërkuar masa tepër të ashpra ndaj tyre, për që konkret për zotin Berisha dhe zotin Meta, është kërkuar arresti i tyre. Dikujt arrest në shtëpi, dikush arrest me burg. Dhe për akuza për ngjarje të para 10 apo 15 viteve, apo dhe më tepër. Ndërkohë që në këtë rast, zëvendëskryeministrja është në detyrë ende sot e kësaj dite, e rikthyer tashmë në detyrë edhe pas këtij pezullimi disa ditor që gjykata e posaçme miratoi me kërkesë të SPAKut, dhe ne shohim që ka standarde të dyfishta, qoftë nga vetë SPAKu, por edhe nga gjykata kushtetuese. Për raste të ndryshme ndaj opozitës janë përdorur standarde shumë më të ashpra, edhe në akuzë, në ngritjen e akuzës, akuzat kanë qenë tepër të ashpra, masat e kërkuara ndaj zyrtarëve apo ish zyrtarëve të lartë të opozitës kanë qenë tepër të ashpra. Ndërkohë, për të njëjtat gjëra, dhe kur bëhet fjalë për eksponent të lartë, numri 2 i qeverisë, kërkohet një masë, po themi, mesatare, pezullimi, vetëm pezullimi nga detyra dhe bllokimi i pasaportës për të pamundsuar daljen jashtë vendit, dhe nga ana tjetër kërkohet, nuk kërkohet në një mas arresti apo në një mas tjetër, por kërkohet dhe nga gjykata vendoset ky lloj pezullimi. Pra e shohim një përdorim standardesh të dyfishta. Zoti Nuri, a është një parathënje një vendimi pro kryeministit Rama me datën 21 janar, vendimi i sotëm, të paktën vendimi për ta rikthyer në detyrë zonjën Belinda Balluku? Kam parasysh këtu pasi, po themi, argumenti kryesor i SPAKut dhe pastaj vulosja e gjykatës së posaçme për ta pezulluar nga detyra zonjën Belinda Balluku ishte se ajo mund të dëmtonte provat dhe mund të, po themi, ndikonte në dëshminë e dëshmitarëve. Por rikthimi në detyrë ditën e sotme të lë përshtypjen që nuk ka, po themi, një ndikim të tillë në detyrë të zonjës Belinda Balluku, pasi fare mirë, për shembull, gjykata kushtetuese mund të kishte vendosur që të ishte e pezulluar deri me datën 22 janar, kur edhe do shqyrtohet në themel çështja. Pikërisht, ne prandaj unë shoh një përdorim standardesh krejt të ndryshme kur bëhet fjalë për trajtimin e rasteve që preken nga drejtësia e re, nga drejtësia reformuar, dhe kur preken, po themi, drejtuesit dhe eksponentët e lartë kësaj qeverie, nga më të lartë në këtë rast, zyrtarja më e lartë që është në proces gjyqësor, le të themi, se për atë bëhet fjalë, se ish zëvendëskryeministri i mëparshëm, kolegu i saj Arben Ahmetaj ndodhe në Arrati, dhe kjo është e paprecedent po ashtu. Por shikoni tani, ju keni të drejtë për ato që thoni. Keni të drejtë. Dhe unë mendoj që gjykata kushtetuese në mjaft raste të tjera kur kemi kërkuar edhe ne si kërkues, unë që kam përfaqësuar shpesh herë përpara gjykatës kushtetuese mbi 28 deputet të opozitës në kërkesat e tyre, kur kemi kërkuar pezullim të vendimarrjeve antikushtetuese të caktuara, këto kërkesa nuk janë pranuar. Nuk janë pranuar nga gjykata kushtetuese, por kur ka dhënë vendimin, në shumicën e rasteve ka hedhur poshtë kërkesat e opozitës, në shumë pak raste ka pranuar kërkesat e opozitës, si për shembull ligjin e tatimit mbi fitimin ndaj profesioneve të lira apo elemente të tjera. Ndërkohë, është një rast përjashtimor që gjykata kushtetuese të pranojë një pezullim të një vendimi të një
aq më tepër të një gjykate tjetër, se po pezullohet një vendim i një gjykate të posaçme, që është e specializuar pikërisht për të gjykuar çështje të korrupsionit dhe të krimit të organizuar. Pra nuk ishte vendim pezullimi një institucioni që thuash ti u shkarkua, po themi nga detyra kryetari bashkisë dhe pezullohet vendimi Këshilli Bashkiak ose vendimi i qeverisë ose dekreti i presidentit. Apo po pezullohet vendimi i qeverisë që ka rritur një taks apo ka ulur një taks, po pezullohet derisa të japi vendim të formës prerë gjykata kushtetuese. Ktu po pezullohet, dhe kjo është e paprecedent, nuk ka ndodhur asnjëherë, është hera e parë që prandaj konstituon një rrezik tepër të madh që një vendim i një gjykate autonome, një gjykate të specializuar ku gjithë shqiptarët që kishin syt tek kjo drejtësi e re, pikërisht tek spaku dhe gjykata e posaçme. Një vendim i tillë pezullohet tashmë me disa gjyqtar kushtetues që të cilët kanë qenë dhe janë në ushtrimin e një presioni të vazhdueshëm, qoftë direkt apo indirekt, qoftë publik, ndaj dhe gjyqtarëve në tërësi. Shikoni artikulimin e zotit Rama javë dhe muajt e fundit, ku publikisht me daljet e tij të përditshme jepte versionet e ndryshme apo shprehte edhe habite e tij që si duhet të jepte një vendim apo pse ishte marrë vendimarrje e tillë, pikërisht për rastin e zonjës Balluku, për ta bërë shumë konkrete, apo për rastin e pagave të gjyqtarëve, sepse dhe gjyqtarët, për të bërë një parantezë, rritjen e pagave që pretendohet e kanë kërkuar pikërisht në gjykatën kushtetuese. Dhe kur kryeministri dele thotë që guxoni ta bëni këtë gjë, po unë nuk do rri pa folur, po indirekt është një presion. Dhe këtë nuk e them vetëm unë, por dhe nuk e thon juristët, shumica e tyre, por ka dalë edhe një shoqat e gjyqtarëve të Shqipërisë që e ka thënë në një letër zyrtare këtë gjë, që nëpërmjet të drejtës për të shprehur si palë aty në këtë lloj procesi dhe duke e shprehur këtë publikisht, për më tepër nga personi që e bën këtë gjë, që është vetë kryeministri i Republikës së Shqipërisë, dhe dihet në Shqipëri se sa rëndësi apo peshë apo fuqi ka shefi i ekzekutivit, kjo është një presion i fshehur nën petkun e kësaj të drejtë për të shprehur, le të themi. Dhe çfarë ndodhi? Pikërisht ajo që kërkoi qeveria. Kërkoi që të pezullohej fillimisht kjo vendim i gjykatës që e hiqte nga zyra zonjën Balluku deri në përfundim të hetimeve, dhe kjo u bë me një shumicë të thjeshtë 5-3 deri 22 janar. Po, teorikisht deri 22 janar. Po 22 janar kush na garanton ne që ta 5 gjyqtarë që kanë pranuar pezullimin nuk do të pranojnë plotësisht dhe kërkesën e ardhur nga kryeministria që të hidhe poshtë tashmë këto vendime. Të hidhen poshtë, quhen antikushtetuese këto vendime. E përse që apo do të jenë në këtë hipotezë antikushtetues një vendim gjykate që pezullon një ministër? I bie që nuk ka të drejtë spaku që të hetoj apo dhe të pezulloj nga detyra një ministër, qoftë edhe një kryeministër nesër, se sot po e bën për zvendësen e tij. A mos vallë ka patur kryeministri merakun e tij se ndoshta mbas zëvendës kryeministres do t'i vinte radha atij? Dhe nëse kjo çështje, po t'i shkojmë deri në fund logjikës, ngelet këtu dhe do të përligjet deri në fund logjika, qëndrimi dhe pozicioni që kërkon kryeministria, që Balluku të hetohet e lirë, atëherë kjo nënkupton fare qartë se këtu kryeministri do të jetë më pas i paprekshëm. Do të jetë shumë e vështirë që drejtësia e re të shkojë tek ai, qoftë për t'i kërkuar llogari në radhë parë, për ta thirrur, për ta pyetur për çështje të ndryshme që ai mund të ketë dieni, e jo më për ta hetuar. Kështu që unë e shoh me shumë skepticizëm vendimarrjen e ardhshme që tashmë do të presim në 22 janar të vitit të ri. Avokat, faleminderit shumë për intervistën, ishte kënaqësi. Faleminderit juve.